آنچه که ملاحظه کردید صدایی که شنیدید فضای غبارآلود استادیوم Dham dhe një këtë, kush nuk e ka parë në pjesën e parë, sepse është një pamje e momenteve të fundit. Bile, lajmet më të fundit thonë që bombardimi i televizion shtetëror në Teheran ka patur dhe shumë të vdekur. Pra, do të thënë, është një lajm në përditësi me sipër. Ndërkohë na bashkohet në panel Andruana Dhabani, më mbrëmje Andruan. Mirë se erdhe, edhe për një arsye tjetër, sepse do kthehemi tani përveç në një analizë që të ta bëjmë deri në fund, për një analizë, po themi, gjeopolitike edhe për faktin që ka një informacion i pa verifikuar dhe sepse këto janë stealth, pra janë pa dukshme në ndecet, që në ndecet iraniane, 2-3 për tyre, ka kaluar në mesdhe. Pra ka sinjalizime që kanë kaluar Gibraltarin dhe janë futur në mesdhe për të krijuar mundësinë e goditjes së Izraelit nga deti me raketet tyre. Mirë po, në qoftë se në ndecet iraniane janë në mesdhe, a është Shqipëria target? Zoti Shala? Ju e thatë pjesë e parë, unë nuk ja u sheva shumë sepse doja t'ja bëj këtë pyetje. Kur është ai periudha që na kanë kërcënuar? Ajo ka qenë 2022 gjë, unë nuk mendoj se Shqipëria sot është target. Përmanzën. Tash Shqipëria është vend antar i NATO-s, disa vende antarë të NATO-s janë bërë aleat me Izraelin këtë, po kjo nuk do të thotë që do t'i referohen në 5 të traktatit të NATO-s, domethënë. Pra, nuk do të kuptuar si përhapi paniku e tjerë. Në çfarë paniku do të jemi tani? Do të jemi realist. Jo realist, mbajmë ca masa se ajo me siguri ata kjo është ne jemi vend antar i NATO-s dhe gëzojmë mbrojtje për këtë. E vetmja gjë që mund të na godas ne është fakti që është opozita këtu. Përse pak është opozita iraniane në Shqipëri. Ajo, nëse këta do shtrohet çështja e zvendësimit të pushtetit apo ndrimit të pushtetit, ajo pastaj ka pak. Mos të hymë se po rrëshkasim në budallaki. Atëherë, lajmi është totalisht i rrem, i shpërndar nga mjetet izraelite dhe pranimore për të futur gjithë NATO dhe Amerikën në luftë. Atëherë, Irani nuk ka. Po diskutosh për gjë tjetër. Një sekond, Irani nuk ka në ndece balistike. Ne po diskutojmë. Nga ndecet iraniane nuk lëshohet dot asnjë raket. Ka 27 copë dhe asnjë raket nuk lëshohet dot. Po diskutojmë për një informacion të 2022-shit. Jo, po flasim për ndecet, do të shpjegoj ndecet sot. Në ndece. Janë 20 Irani ka në ndecet të nisë. Të prodhimit rus. Nuk janë balistike. Po nuk ka rëndësi më, po u afru ajo. Po si janë balistike nuk ka raket më dha, nuk lëshon raket, si s'ka rëndësi. Nuk lëshon raket. Ka 300 kilometrë më këto janë. Po nuk lëshon raket më, nuk ka raket. Po ta gjej unë tani ty se çfarë pajisje kanë ato. Po ta them më se unë po ta them se di. Edhe unë ta them se unë vi përgatitur në emision. Po ushtarake, s'ke çfarë thua. Si do të thonë. Po nisesh nga lajme të rreme, pra janë lajme të rreme dhe unë prandaj më ndalim se po shkasim. Para për Reutersin. Po më po. Bën gënjeshta, po u vërtetuan të tëra. Cilat u vërtetuan? Nëse s'do ta kthej, se do të them sa të duash, po mësoj cilat u vërtetuan. Po s'kam gjë. Dakor. Thuaj që ky është mendimi. Po shohim tash të hyjmë. Çdo shqiptar le pyet sot te Wikipedia dhe ku të shohim kapacitetin në ndecë iraniane. Nuk ka në ndecë balistike. Pra nuk lëshon dot raketa. Dakor, pra, ideja është kjo. Ideja një paneli që ka mendimet e ndryshme, se ne mund dalim gjithë juve. Po të bazojmë edhe mbi fakte. Gjithë juve keni potenciale të dini dhe ju marrin banaqe që të thoni ç'a doni ju pa patur filtra, pa patur një mendim që e filtron. Mbi të dhëna teknike që i përcakton NATO dhe kapacituar, nuk ka këto kapacitet. E unë e kam ndërtuar këtë pyetje, sepse edhe në qoftë një sekondë. Edhe në qoftë se është një dezinformacion, i mbështetur mbi një argument faktik, sepse Irani ka më shumë në ndece se sa Izraeli. Jemi dakord? Po ka 27 copë. Po nuk ka them numrin. Ç'do të thonë? Po nuk krahasojmë në ndecet e Izraelit. Janë 0 para Izraelit tonë. Izraeli ka 3.
Po pra ka 3, po i ka balistike, lëshon raketa dhe lëshon edhe raketa bërthamore nga ato. Kurse Irani nuk lëshon dot asnjë raketë. Për raketat e Iranit, dorë që nuk arrin Tel Avivin e Jeruzalemin, nuk e kemi thënë atë, kemi thënë që arrin për fillimit dhe dije që arrinin. Po zoti Goxha, është i gjë, në këtë situatë asgjë nuk duhet në nënlesu, sepse kujt dihet. Po s'ka kapacitet teknik, por nuk e bën dot. Po ja jep Rusia më në sofistikuar. Po nuk po ja jep më Rusia, nuk i jep ato gjëra Rusia sepse nuk ka të marrëveshje. Po Goxha, Rusia luan shumë e sofistikuar dhe Putini është dhelpën e vjetër. Ku e dim ne çfarë luan? Po nuk gjithë të ndershmit, po dim ata është gjithë të ndershmit, Netanyahu i ndershëm. Trump i ndershëm. Nuk ka kusht të shejtor Trump. Nuk flasim për shejtor politik. Po nuk i jep pra, po nuk e dim qa mund të luhet. Që thua flasim me hipoteza. Po hipoteza, të flasim me hipoteza. Hipoteza është nëna e budalliqeve. Jo hipoteza. Në këtë lloj situate çdo gjë do të parashikohet. Nuk është bazohet mbi kapacitetet reale që ke. Ato kapacitete nuk i ka. Të lexueshmet dhe të verifikueshmet mund të jetë. Por, qa luhet në këto momente, je në luft. Çdo gjë luhet. Sa thoni ju, 27 ka. 27 dhe asnjëra nga ato nuk lëshon raketa që kanë si ato në ndecet që kemi ne në Pashalimon. Jo, më janë edhe më të qija. Janë edhe informacionet tanë një morbur me mojt në ndecë për skrap. Raketa hipersonike apo balistike nuk lëshon asnjë raketë. Nuk lëshon asnjë raketë. Izraeli pas katlet me shpartallua. Izraeli pas katlet. Ta shofni një këndvështrim. Po, doja të javja pak fjallën Anduenës, pra sepse ne nuk do të largohemi nga thelbi. Rrezikshmëria teorike e Shqipërisë për të goditur apo për të shëndruar në target nga Irani, nuk është 0. Është X, nuk e dim sa. Parasysh sepse në Mancë kemi opozitarët iranianë. Ata sot janë njerëz të dëshpëruar, një shoh që bëjnë stërvitje dhe këte nga lartë dhe këto bëjnë stërvitje këta, po disa në formë bëhen. Janë disa gratë, disa kështu që maskohen, janë të paskuar, një pjesë dalin, janë të organizuar ushtarakisht, jo, sinqerisht. Jo, di, kam papa disa I ke papa, edhe unë i kam parë nga afer, bile sa shumë që afrojë njërës maskohen me njerë, sepse kanë mënyrën e tyre konspirative. Kthehemi tek Manza, tani Manza, ruhet, mbrohet. Sigurisht, sipas një marrëveshje që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një nga qendrat që të paktën nga njësitë speciale, siç është antiterrori dhe policia speciale, ato mbrohen në mënyrë kategorike. Ka pat një incident para disa kohësh në Mans, ku një grup u rebelua dhe aty u pat dhe një kontroll ku u gjetën disa kompjutere dhe sekuestruan kompjutera nga të cilat pretendohej dhe deri më në atë kohë tha që janë gjetur komunikime ku këta shtetas kishin me shtetas të tjerë jashtë Shqipërisë, çka ishte një sinjal të paktën që u dha nga Shtetet e Bashkuara dhe bëri që antiterrori të futet në Mans dhe të bëjë një operacion blitz. Ajo që unë kam informacion është që ky lloj kampi zhej është i ndarë në gra veç dhe në burra veç. Një pjesë e mirë e këtyre burrave janë në një moshë të thyher, pra nuk janë në gjendje që të bëjnë rezistencë apo një kryengritje. Janë gratë ato të cilat qëndrojnë të ndara nga burrat. Është një rrethim i cili është gjatë gjithë kohës në survejim dhe në mbrojtjen e antiterrorit, por ajo që është për të theksuar është që mua më ka bërë shumë përshtypje që informacionet e policisë në atë kohë nxirrin që një pjesë e tyre kishin bler prona në Shqipëri. Çka ishte një indicie, të paktën për disa nga institucionet ligjzbatuese, që kush janë këta persona të cilët ishin të interesuar, pasi parat nuk vinin nga brenda kampit, po vinin nga jashtë, në mënyra të sofistikuara. Kështu që kjo gjë ishte një informacion i ardhur dhe nga ambasada amerikane, e cila sigurisht është në kontakt gjatë gjithë kohës me policinë shqiptare, dhe kjo bëri që këta shtetas të reagonin, madje pati edhe një lloj konflikti me policinë e shtetit në atë kohë, por që ishte një gjë që u shua shumë brenda pak orësh. Ata kanë përdoren, shikon, një nga arsyet që u bodë kontrolli dhe gjithë ato kanë qenë se ata përdoren, abuzuan me mikpritjen shqiptare. Ata përdorin territorin shqiptar për të ushtuar vrimtari drejtim kundër Iranit.
Po, edhe kundër Iranit. Që bërja e kampit është jashtëligjshme, sepse kontrata nuk e përfshin bërjen e kampit. Bërja e kampit pastaj ha diskutim, por dhe kjo që arsyeja që bile u kapën prova etj. Domethënë edhe reagimi tyre ka patur edhe një deklaratë nga Departamenti i Shtetit në atë kohë që Shqipëria ka drejtën të kontrollojë çdo detaj dhe bile deklarata shkon më tutje që këta nuk përfaqësojnë më tamam opozitën iraniane. Ishte në fundit implikon të shtetin shqiptar pa ja pas borx. Po më shqetësues ishte fakti që këta shtetas iranian janë bërë pronar të tokave në Shqipëri. Në atë kohë dokumentat ose me dokumenta. Me kishim blerë me dokumenta. Nëse çoftë më lejohet me status refugjati, jo prit çik se problem. Është normal. Çoftë më lejohet status refugjati në Shqipëri. Statusi do ta shikoja këtë që ndodh sot. Edhe duhet shpreh keqardhjen për shumë ai zyrtari me. Ja se flasim me radhë. Po zotëndoj. Për shumë analistë në për studio, nuk jam fjalë për miqtë e mi që janë këtu, por që duket, në analizat e tyre duket se bëhen palë kryesisht të nga lindja. Këtu kemi një ballafaqim realisht, një ballafaqim gjeopolitik, një ballafaqim qytetërimor. Dhe Shqipëria, vendi jonë është pjesë e Europës. Qoftë se ndahet përpjekjet për të ndarë Izraelin dhe për dhënë gishtin ke Benjamin Netanyahu që udhëheq aktualisht Izraelin, duke veçuar për i tjerëve, është një gënjeshtër e madhe. Benjamin Netanyahu dhe vetë shteti i Izraelit është krim i Europës dhe i Shtetet Bashkuara të Amerikës për të mbrojtur në një farë mënyrë në distancë nga kërcënimi ideologjik e qytetërimor lindor. Kryesisht arabo-islamik. E parë në këtë këndvështrim. Tash me ke polemikën. E ke polemikën me Goxhajn, me Shalën. Jo, me mua do të përgjigjem unë kur të mbaroj. Do të përgjigjem unë kur të mbaroj. Tani të krahasosh Netanyahu. Me Khamenei, Netanyahu është me Khamenei ka urdhë arresti ndërkombëtar, di besoj. Në gjykata penale ndërkombëtare. Mos angatrojmë Netanyahu ka mos angatrojmë Netanyahu në popullin e Izraelit, kemi Netanyahu është një individ, nuk është popull. Jo, pa ai shpreh politikën e shtetit Izraelit. Dakor, por nuk është. Sa do që mundohen ju ta bëni nga Polonia, nga Afrika, nga ku diun. Ai është izraelit, ai hebre dhe gjithë populli hebre është i ardhur aty sepse ka qenë në ekzil. Qa për në thoni të ti? Kjo është nga Polonia, kjo është nga Macedonia, kjo është nga Gjermania, kjo është nga... Ta themuna, ta kam themuna, ta themuna. Mirë vazhdo e thuj, po sa të barot. Gjykata penale ndërkombëtare e Hagës, gjykata ndërkombëtare e Hagës ka dhënë vendimin më drejt në sjelljen në Gaza. Po ju e përfshini gjithë shka që uni edhe në konfliktin me... Jo, s'përfshim, me mu fol drejt, nuk përfshim një që ato. Me qënë po ndërrujë, nuk e di se e ka atë mendim. Por Izraeli, keni vënë re ju që, do të thonë, ka 2 vjet që Izraeli ka filluar lufta në lindjen e mesme, mund në qendër, aty ku përgatitin gjithë akte terroriste që transplatohen ose lëvizjen dhe shpërthejnë për qytetet e Europës, për që di, ju bën përshtypje ju si ekspert i sigurisë, zotë Shala, po të pyes me sinqeritet, që nuk ka akte terroriste në Europë dhe në Gjermani. Shërbimi më i keq që i bëhet luftës kundër terrorizmit, shërbimi më i keq që i bëhet luftës kundër terrorizmit është ta islamizosh terrorizmit. Ma e mend këtë, kjo është. Tani, për ta mbyll, Izraeli edhe herë, për ta mbyll, Izraeli është krijuar për të qenë në një farë mënyrë për të vënë këmbën perëndimi në një vatër rreziku botëror. Pra, edhe për t'ju dhënë drejtën hebrejve t'jenë në dheun e tyre, por dhe për t'u mbrojtur në distancë. Dhe Izraeli do të vazhdojë janë temat të rrezikshme këto. Do vazhdojë zgjerohet Izraeli. Dhe këtë kontekst mos e harroni. Ajo është një tokë. Izraeli do të Ajo është një tokë e dhuruar nga Perandoria Britanike. Britania Madhe. Po pra, Perandoria Britanike, se kështu është, Perandoria ka qenë. Po Perandoria Britanike. Po pra, të cilë kishe të pushtuar Palestinën, pra aty s'do tha si gjë, kishe vetëm disa ngolime, dhe bëri shtet aty. Po pra. Tani, bëri shtet sepse Europa unë dje, paktin kështu kam përligjur, unë dje frustruar, unë dje, se to është detyruse
ndaj popullit ebre për 7 milion të vdekurit që padin nga nazistët dhe që askush nuk padin mundësi të ndaloj. Dhe atëre, me që është ajo, kanë qenë një lobë shumë i fort, toka premtuar e tjetëra dhe u bë këtë gjë. Po jo që të vëndë këmbën aty, sepse pastaj... Tashti Izraeli do të ketë një ekspansion të saktuar. Oke, tashti do japë janë Goxhaj... Do fuqizohet dhe kam shtetit të fuqizuar. Për shumë. Si që kundërshtarët e ti mundon të ashdukin nga faqja e dheut. Dakor. Tani, unë për pasi japë janë Goxhaj për bërë replik me ty, Goxhaj e gjeta, dhe kam nga burime italianë, e ka do më thënë Izraeli, kjo Irani, që në vitin 2018 ka marrë 3 nëndetëse të klasit Gadir. I ka prodhuar vetë, nuk i merë. I ka marrë në zotërim Marina Ushtarak. Dhe janë nëndetëse të vogla, por të projektuara për të lëshuar raketa kroqera. Po pra janë torpedo, atë që lëshën kundër anijeve, po jo raketa balistike për të goditur vënde. Dakor. Vetëm për torpedo. Mirë, dakor. Tu bët fjalë për misili da kroqera. Qa është misili da kroqera? Të anijet qytete. Po pra janë misili da kroqera. Misili da kroqera është torpedo. është torpedo. Misili da kroqera. Misile italisht është missiles. Janë torpedo që lëshohen vetëm në det. Janë torpedo që ecin në det. Jo, torpedo është torpedo tjetër, është tjetër gjithë misili da kroqera. Oke, Elëm, atë replikë me ndojnë. Do të dokumentohëm akoma. Vazhdo. Po me ja se ku e kam këtë të Washingtonit, Pentagonit, thot, ballistic missile submarine 0. Është një lloj rakete me rrezet të gjatë veprimi. Faleminderit Anita. Misi da kroqera, unë e dia se jam subsonike ose supersonike. Po, do më bi shpecine zë. Subsonike ose supersonike? Po, supersonike, do më bi shpecine zë. Faleminderit. O në ndet ose në? Tani kundrejt faktit, polemika është absurde. Të lutem, Goxhaj ke... Po s'është raket balistike, më zotëri. Po s'është balistike, po. Ku po them, orë në ndet se afrohet 200 km nga bregu i Shqipërisë, e ko det atë, dhe ajo 300 km e ha. Balistike, ti të thua mua 3000 km. Jam shumë dakord me ty. Nuk është asë të ndet se Poseidon, asë të ndet se Tajfun, di unë të dhari. Dakord, se tani ke bëdhe në shkollu shtarake jo në mënyrë të organizuar. Po. Të lutem. Zotëria të paktën të kishte pasur atë burrin që ka Netanyahu, pra ai sociopati që vret gra e fëmijë, që drejtohet me emër, dhe nuk ishte pse thoshte vërdall që ka një, po unë jam ai që i kam qëndruar gjithnjë të drejtës dhe të vërtetës, pavarësisht se ajo drejtësia ka anuar shumë nga lindja këtë radhë. Dhe problemi i dytë që po ngreni është e keni me botën arabe dhe muslimane. Pra duhet keni kujdes me këtë. Kur caktoni botën arabe dhe muslimane. Ajo po ndodh për ata arsye. Jo më nuk po ndodh për ata arsye. Jo më nuk po ndodh për ata, nuk është çështje struke. Ju që po e çoj po ndodh për ata arsye. Nuk po ndodh për çështje fetare. Nuk po ndodh për çështje fetare. Doni të jepni konotacion fetar. Juve dëshironi të jepni konotacion fetar dhe po i dhat konotacion fetar, atëherë keni kujdes. Sepse nuk po bëhet për çështje fetare. Është vetëm çështje gjeopolitike. Interesi i tyre është eliminimi i Iranit që të izolojnë Rusinë. Nuk ka çështje fetare. Mos i jepni konotacion fetar bisedave që bëjmë këtu. Ç'punë ka Izraeli me izolu Rusinë tash? Po sepse Izraeli funksionon për hesab të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe si qenë që është në shërbim të Shtetit Bashkuar të Amerikës, eliminimi i Iranit, pra eliminua Iraku, eliminua Siria, organizata terroriste i financoi Izraeli, i financoi Shtetin Bashkuar. Islamet i thos duhet me përmend Islamin. I financoi, jo më nuk janë me frym islame. Hezbollah nuk janë me frym islame. Atë tjetrën të Gazës, Hamasin e ke islamike. Organizata terroriste. Ky tjetri është shtet islamik dhe nuk e lejon. Pra duhet i shtrihet. Po edhe Pakistani është islamik. Arabia është islamik. Po gjitha shtetet e gjirit janë shtete islamike. Ti fshim se janë shtete islamike se nuk ju pëlqen juve katolikëve. Jo. Kështu e ke ditë? Ska lidhje. Po kështu apo thua, do zgjerohet Izraeli se do të ketë argumente minimizone banalizime. Ja pse çose pse po dishin Irani s'ka njoftë Kosovën.
Po çrëndësi Irani ka. dhe nuk ka lidhje me atë bisedë Pas me Ukraina s'ta ka njohur Kosovën, sa po flet Irani. në Ja më mënyrë kujtë absolute edhe Ukraina pse s'ta ka njohur Kosovën? Irani nuk e ka Ukraina pse s'ta ka njohur Kosovën? Ukraina pse s'ta ka njohur E Kosovën? njëjta gjë si për Ukrainën Po në atëherë, raport me do t'i Kosovën marrim ka me analogi. për Iranin, pra nuk ka lidhje dhe mos e kanalizo kalon aty. ti, s'po e Se kaloj s'mund una. ta kanalizosh aty një Po jo, po e shtet kanalizoni juve proser, që se po ke thoni qenë edhe Arabo luftari Islamike dhe Arabo Po Islamike. duhet jesh i pari kundër Iranit. Po çfarë? Po çfarë unë i pari kundër besimet fetare me terrorizmin bëjmë gabim. Ore, jeni me mend të Po kokë, më si më mend të falë, kokë. ato i kam kritikuar. Ore, jeni me kokë, se kemi me kokë si më burrë. Duhet jesh i marrë që ti jesh me kriminal. Po nuk është duhet jesh i marrë që ti jesh me kriminal. Me qenë je vrasë gjë. Ai jesh i marrë. Në Norvegji Nuk është askush, po dhe ti jesh me Iranin, duhet të jesh antikombëtar. Jo, Duhet të jesh antishqiptar, ti jesh me Iranin. Tregon ti antikombëtarin mua, dakor? Ti s'ma tregon antikombëtarin. Se kur ishte çështje për kontum të për çështje kombëtare, unë e mora pushën e shkollës, zotrote janë mbathë. Ku janë mbathë zotrote? Atë mos ma tregon mua çështje kombëtare ti, dakor? Tani unë e di që ke Shoj pyetës aty edhe mos tregon mua çështje kombëtare. që je në luftë dhe ke vlera për luftë. Atëherë jo më s'kam nevojë me përcaktosh ti vlera, se njerëz si puna jote. Që japin gojës. Përpara si me qenë port mbyllë, jo pra. Po fal se unë nuk ta bëra personalisht. Po jo më dhon po ta kthej unë personalisht atëherë. Tani s'ta bëra personalisht. Unë thash që me Iranin nuk mund pozicionohuna ne. Po mor po pozicionohem me Iranin, sepse përmbon të drejtën e vet. Në këtë rast Po mbron të drejtën e vet. nuk po mbron asgjë. Të drejtën e vet, more, të drejtën e vet. Netanyahu po bë krime lufte Kush në krime lufte? Gazës. Po bën gjithë Izraeli po bën krime lufte në Gaza. Gjithë Izraeli krime lufte, genocid, vrasje, përdorimi, gjitha. Dhe ti jesh me këtë, me atë njerëz që bën krime lufte, Unë nuk ti jam jesh i në marrë. mënyrë absolute me të dhe tha që kam kritiku për herë. Po me Iranin unë nuk mund të bëhem kur. Po problemi jot më zotëri. Dakor, pra po sta Secili ka probleme vet. Secili ka probleme vet. Ku jam keni? Jam unë apo sa punë emisionin tim. Keni kam plan, faleminderit. Okej. Publicitet.